Nën përcjelljen e një numri të madh të qytetarëve të Gjakovës dhe jo vetëm, u përcoll për në banesën e fundit komandanti Avdullah Babalia. Arkivoli me trupin e pajet u bart nga garda ceremoniale e trupave të FSK-s. Ai nuk do të mbetet në mend ndryshe vetë se një shok, mik i afërm e bashkëluftëtar i të gjithëve. Ai ishte ushtar i Kosovës, tha Ramush Haradinaj në fjalën lamtumirëse të tij. Si komandant i brigadës 137 Gjakova, a i takon luftarve shqiptar të të nivelit nalt, komandantve, atyre që kanë udhëheq projekte me pesh për kombin. Edhe pse në këto vite pas luftesh, nuk kemi mujt, jo sa duhet, por sa ka qenë detyre jona me zbardh këtë vërtet e me u dit kjo e vërtet, historia do të bën këtë. Vërtet, Avdullah Babalia i takon luftarve që në kombin tonë do të renditen lartë. Ndarja e tij ishte e papritur, ishte e dhimbshme, ishte e vështirë. Ishte një lajm që askush prej nesh nuk e ka prit. Edhe për mu ishte e këtill. Por me i fjalë, me ju lehtësu të gjithëve, me i lehtësu familjes në atë parë, Avdullahi, jeta edhe vdekja kanë qenë në një vend. Pse jeta dhe vdekja? Sepse për me jetu njerëz, a ju ofru me dekë në ditë më të vështira të kombit tonë. Edhe çdo ditë e ka pas dekën me veti. Por sonte duke filluar nga ora 20 në qendër të qytetit të Gjakovës do të ndizin qërinj në nder të jetës dhe veprës së Avdullah Babalis. Po kështu komuna e Gjakovës e ka shtyrë në një afat të pacaktuar mbledhjen e kuvendit komunal.